Allahu ka thënë sawa'un alejhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Do të pa marr parasysh ti a lutesh për ta ose nuk lutesh, Allahu nuk u afal. Çka do thotë kjo? Çka nuk kuptoni në lidhje me shefatin? Më thënë se nuk kërkohet shefati nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ky ajet është argument i prerë se atë nuk e ka në dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë kur Allahu nuk do t'i falet dikujt, edhe nëse lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse nuk lutet, thotë nuk falet. Prandaj falja duhet të kërkohet te Allahu. Edhe shefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç dihet, Allahu e ka nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shefat. E ka nderuar që ai të jetë ndërmjetësuesi për besimtarët në ditën e gjykimit. Për kënd do ndërmjetësoj? Për ata që Allahu do t'i fale. Do të thënë për ata që do Allahu t'i fal, për ata i lejon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ndërmjetësoj. Kurse ata që i luten tjetër kujt përveç Allahut, qoftë ky edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk u bën dobi, edhe sikur të ishte lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por a lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që Allahu nuk i lejon? Nuk lutet. Prandaj kërkimi i shefatit prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë dobi, përkundrazi i sjell dëm njeriu. Do thotë, nëse dikush i lutet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose dikujt tjetër, atëherë e ka barazuar atë me Allahun. Do të thënë ja ka drejtuar lutjen që është thelbi i ibadetit, ose i gjithë ibadeti është lutje. Dhe lutjen e ka drejtuar tjetër kujt përveç Allahut, atëherë për ta nuk ka falje. Edhe për ta gjithashtu nuk ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ky ajet është i prerë, do të thënë për kuptim se edhe nëse ishte lutur, që nuk ndodh, edhe nëse do të ishte lutur, Allahu nuk i fal ata që bëjnë shirk.